Ne nuk kemi përvojë mbi fjalat të Britanisë Madhe, atë dheu të sindikalizmit, ku sindikatat formojnë Partinë Laboriste. Jo vetëm kaq, zgjedhin sot e kësaj dite kryetarin e saj, pra është vota e tyre që është votë me status. Ai është shembulli i përkryer një lëvizje punëtore që ka partinë e vet dhe sigurisht ajo parti pastaj përfaqëson më gjerësisht se vetë punëtorët. Nuk e kemi këtë shans. Atëherë na duhet që politikisht her pas here të solidarizohemi punëtorët dhe të ngacmojmë organizimet e tyre sindikal. Në Shqipëri nuk ka sindikata të forta, për një arsye shumë thjeshtë. Se sa herë punëtorët kanë tentuar të organizohen, është kelur ligji dhe kodi i punës prej atyre që i marrin punë dhe prej një shteti tërësisht neglizhent. Ne kemi ndihmuar në organizimin e disa sindikatave, mes minatorëve, mes naftarëve, punëtorëve të call centrit dhe fasoneri. E di çka ndodh në të gjitha rastet? Menjëherë sapo është bërë publike lajmi i organizimit sindikal të punëtorëve, pronarët, duke nisur nga oligarku famkeq Samir Manen Bulqiz, kanë pushuar nga puna krerët e sindikatave. Kjo gjë mes minatorëve, kjo gjë mes punëtorëve të call centrit, kjo gjë mes punëtorëve të fasinorisë. Në legjislacionin shqiptar, të pushosh një kryetar sindikate nga puna është e paligjshme, sepse thot kodi i punës që të heqësh nga detyra, nga puna një përfaqësues sindikal, duhet marrësh lejen e sindikatës. Në asnjë rast kodi i punës nuk është zbatuar. Punëtorët janë gjyqeve për vite, por në Shqipëri gjyqet zgjasin 10-15 vjet, një ditë mbase do e fitojnë drejtën e tyre, por ndërkohë është dhënë shembull i keq, sepse ndërkohë është dhënë mesazhi punëtorëve mos guxoni të organizoheni. Ka ndonjë rast që kanë fituar? Në rastin e minatorëve të Bulqizës, disa prej minatorëve kanë fituar shkallën e parë gjyqit. Tani derisa të shkojnë në apel kjo punë dhe derisa të marrin dëm shpërblimin, uroj që minatorët jenë ende në këtë jetë. Pra problemi ynë është se institucionet shtetërore nuk e bëjnë punën e tyre, inspektorati i punës, gjykatët i zvarritin pafundësisht procese gjyqësore për çështjet e punës, dhe në këtë kuptim ai që persekuton punëtorët për një liri kaq bazike, kushtetuese, si liria e organizimit sindikal, nuk i hyn gjëm në këmbë. Një nga gjërat që do bëjmë në Kuventin e Shqipërisë, nëse qytetarët do na japin votën, është që do ngrejmë çështjet e punës. Do kërkojmë zbatimin e kodit punës, do kërkojmë nga ana tjetër përmirësimin e kodit punës. Puna është një nga aspektet kryesore të jetës sociale dhe ekonomike të vendit, por punëtorët përveç lëvizjes bashkë nuk flet askush. Nuk flet Edi Rama, madje Edi Rama kur flet, u thot punëtorëve shqiptar ju jeni dembel. E ka thënë hapur. U ka thënë sipërmarrësve, merrni punëtor nga Bangladeshi se këta tanët kur flasin mendojnë vetëm liri demokraci dhe jo si punojnë. Ka thënë po ashtu, u ka thënë investitorëve të huaj, investoni në Shqipëri. Jo se në Shqipëri ka një forcë kualifikuar punëtor, jo se në Shqipëri nuk ka korrupsion, jo. U ka thënë investoni në Shqipëri se fatmirësisht në Shqipëri nuk ka sindikata. Nga ana tjetër, partitë opozitare janë tërësisht verbta dhe të shurtha kur vjen puna tek drejtat e punëtorëve. Po ja marr përsëri shembullin e minatorëve të Bulqizës. Ne protestonin bashkë me minatorët e Bulqizës, heshte Partia Demokratike. Jo vetëm Partia Socialiste heshte dhe qeveria ishte tërësisht në krah të oligarkut, po Partia Demokratike nuk thoshte gjysmë fjale. Mbi një muaj, gati 2 muaj, punëtorët e Bulqizës, minatorët e Bulqizës kanë qenë grevë dhe në protesta, zero vëmendje dhe zero artikulim politik nga partitë e vjetra dhe establishmenti i vjetër politik. Megjithatë, më lejo të ndahem me ty në një pikë. Unë nuk është për shembull se në herë djata e thuhet që themi vokacioni ideologjik vjen edhe nga origjina familjes etj, po ti më ndihmove me atë që the pak më herët kur the që në fund fare bie politika janë vokacion personal, po nuk kanë lidhje me origjinën. Për shembull, Edi Rama duhet të ishte super i majt, nuk është nga origjina. Unë nga origjina duhet të isha i majt, po nuk jam. Jam liberal, deri diku themi i shoh gjërat pak më djata se sa ju. Dhe me të vërtetën, termi që ju përdorni, unë nuk e përdor, nuk është se e shoh si konotacion negativ, pasi e thënë nga një majt ka sens, por unë nuk i shoh të pasurit si problemin e këtij vendi. Unë shoh qeverinë, me thënë vërtetën. Pra jam te teza e Reganit që problemi është qeveria. Nuk janë pasurit. Unë pasurit nuk i shoh si problem për sa kohë ato gjenerojnë të ardhura dhe gjenerojnë punësim. Pastaj e respektojnë apo se respektojnë ligjin, këtu është çështja e autoriteteve. Ju pse keni zgjedhur të hapni një luftë më shumë se sa qeverisë apo establishmentit vjetër politik, keni zgjedhur të hapni një luftë themi të pasurve, biznesmenëve të mëdhej, po qoftë një personi që me thënë vërtetën është një nga miliarderët e njohur nga Forbes. Pra, le të themi, pse ju shikoni tek ai dhe përdorni famë keq? Ai është i pasur, okay. Pasuria nuk është një gjë e keqe. Le të bëj një dallim. Qoftë edhe Marksi nuk e quante një gjë të keqe. Le të bëj një dallim. Të gjithë oligarkët janë pasur, po jo të gjithë njerëzit e pasur janë oligarkë. Më kupton? Pra nuk kemi hapur luftë, as kemi kundërshti ndaj të pasurve, ndonë se kemi një ide sipas cilës sa më i pasur ti jesh, aq më shumë duhet taksohesh. Po kjo është një ide përparimtare që mishërohet në çdo vend demokratik dhe social të botës sot. Po e vërtetë. Po kupton? Pa ti thuash njeriu që është i pasur,
zonjë ose zotëri, në këndvështrimin tonë, duhet paguash çik më shumë taksa për shëndetësinë, për arsimin, mendoj që është korrekte dhe nuk po i shpall luftë askujt. Përndryshe gjithë bota demokratike i bie ti ke shpall luftë pasurve. Ta bëj dallimin. Patjetër. Ne e kemi kundërvënie me oligarkët, që thot me një përqindje shumë të vogël numerikisht, por shumë të fuqishme ekonomikisht dhe politikisht të pasurve. Cilët janë oligarkët? Zakonisht janë ndërtues më të mëdhenj të vendit. Janë ata që janë ekstremisht pasur, janë ata që janë të pasur jo nëpërmjet investimeve produktive, por nëpërmjet zënjes së sektorëve monopolist të ekonomisë. Janë ata të cilët përfitojnë mbi fjala nga ligje klienteliste, si për shembull ligji investitorëve strategjik, si marrëveshjet koncesionare. Janë ata që marrin lejet kryesore ndërtimit në një qytet si Tirana që është i mbytur, është i mbi ndërtuar, ka një densiteti popullsie edhe më të madhe se Gaza e para luftës. Më kuptoni që ka qenë një nga vendet më të populluara të botës. Pra, ne kundërshtim e kemi me këtë, le të themi, grup të vogël nga pikpamja numerike, po jashtëzakonisht pushtetshëm.